tek ajo pse i fitoi vetëvendosja 51%, prapë është edhe një argument shtesë që qytetarët e kanë ditë që mendësia hajnis halash në fatkeqësisht në objektet opozitare. Nuk janë pastru prej saj. Unë kam thonë, nuk e kanë bënë stop and check me thonë, hey, të nderuar qytetar, ne gabum, qeverisë me gabime, fundja fundit partia politike është një lavatri që e tonë, është shumë sistemi ndërlikum, ne gabum, e pranojmë gabimin, këto ndryshime i bojmë dhe largohemi nga jamantësi, nuk jenë largu. Ka deputet që është zgjedhi ka 3.000, përmbi 3.000 votat ndryshume. A i nesër është deputet aty. Ta shajt paramendone a i den foltore, edhe shonë diçka Albin Kurtin. Po, për hajnin. Po, edhe deli shonë diçka qeverin. Veç kanë mja bo me kish dhe me kish. Kjo është lëndimi i opozitës, kjo është lëndim, prandaj qa pret Bedri Hamza, pse se përjashtan për subjektet atë zotri? Dhe diçka, nuk unë vynë ti, sepse sunë baj opozit me ty. Ti e me votat vjelta, ashtë i Kryetari Prizrenit reagoj kundër partisë ti. Nuk reagoj kundër partisë ti, a i reagoj kundër fenomenit, dëse i referon Shaqirtotës. Kundër fenomenit edhe nuk është që vetëm ai ka reagu pjesa më e madhe. E ka lëndu opozitën I pari ka qenë, shumë, nëse nuk gaboj, Ramush Haradinaj, cili e ka vendosur në një qëndrim publik çështjen e vjedhjes brendshme dhe e ka kërkuar veprimin e prokurorisë. Për të saj. Më pastaj Bedri Hamza fton takim të brendshëm të Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe vetëvendosja. Edhe zoti Kurti ka qenë i fundit që ka reaguar, nëse nuk gaboj. Jo, edhe vetëvendosja unë ka pas takim për çet punë. Po, reagim të fundit ka pas të djevës.